Allahu thot wailun likulli humazatin lumazah. Mirë për gjithë secilin i cili përqesh. El humazah është ai i cili i tallë të tjerë dhe i përçmon ata, i përqesh ata me anë të lëvizjeve, me anë të veprave të tij. Pra me anë të dorës, me anë të gishtit tregues, duke shkelur syrin. Pra do që ti përbuz, do t'i përçmoj ata. El lumazah është ai i cili përqesh, tallë, përçmon me anë të fjalëve, me anë të thashëthemit, me anë të gibetit, me anë të shpifjes. Pra i përçmon njerëzit dhe duke qeshur njëkohësisht. Pra Allahu Azza wa Jall na tërheq vëmendjen prej këtyre veprave të ulta që abuzojnë me tjetrin. Ndërkohë që prej objektivave dhe qëllimeve të fesë është unifikimi besimtarëve dhe bashkimi i tyre. Sigurisht që unifikimi dhe bashkimi i besimtarëve nuk vjen me anë të përbuzjes, përçmimit, përqeshjes. Për cilësive të këtij njeriu i cili përqesh, i cili tallë dhe përbuz të tjerët, veçanërisht besimtarët, është se angazhimi dhe vëmendja e tij është grumbullimi i pasurisë. Angazhimi i tij është dynjaja, duke mos menduar në të ardhmen, duke mos menduar në llogaridhënien, duke mos menduar në ringjalljen.